Unë po them çfarë është thënë nga ambasada amerikane. Donald Lu bashkë me Fatmir Xhafën ka thënë janë 20. Dhe i thash dhe unë këtë qytete që feti. Pra të goditen, po nuk besoj që ka nevojë që do vi ideja do bëni një gjë ndryshe nga çfarë është bërë nga autoritetet shqiptare. Ky është diskutimi. Dhe do ishte turp, po ta them këtë. Do ishte turp, do ishte skandal, këtu do ishte një skandal i madh, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës, DEA i ka dhënë informacione palës shqiptare për grupet kriminale dhe ta nuk i kanë reaguar. Por kjo është një gjë që është aq konfidenciale, sa ne nuk e dim. Atë do e shohim. Ne nuk e themi dot. Me atë një fjali kam. Shiko, historikisht e kemi thënë këtë. Ore, pa mbështetjen e amerikanëve, SPAK-u nuk do ishte ky që është sot më. Mos bëhemi naivë dhe të flasim si kur janë marsian. 1 milion herë kemi thënë. Ore, është mbështetja atyre që janë trimëruar këta në thonjca të SPAK-ut. Dhe në shumë herë e kemi kritikuar për mënyrën jo procedurale, ligjore, për të cilën ata kanë operuar. Por, në një regjim të tillë, se ky është regjim, nuk është regjimi Maduros, po është regjim alla Rama, në miniatur. Në një regjim të tillë, duhet me patjetër domethënë që ti të kesh të operosh me procedura ekstra ligjore. Sepse në të kundërt, për çfarë do i lipsej nevoja që në Shqipëri të krijoheshe prokurori e posaçme dhe gjykate e posaçme. Qëse këtu do ishte gjithçka normale, nuk do krijoheshin institucionet posaçme, oret. Dakor, po Rama ka njoftuar në konferencën e shtypit të fundvitit, ka deklaruar që nuk do të dorëzoj Ballukun. Inserti numër 1, regjia. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Dhe nuk do doja në fakt ta kishe përmendur ato 16.000 faqe me prova. Se ajo më provokon. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Nuk ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë futur brenda. Nuk kemi të bëjmë këtu me ndryshim qëndrimi, këtu kemi të bëjmë me një qëndrim të duhur, shumë korrekt nga ana jonë, sepse rasti vjen në parlament. Dhe përpara se të vinë në parlament, rasti erdhi u fut në territorin e pushtetit ekzekutiv brutalisht me një kërkesë skandaloze për pezullim e pandodhur në historinë e botës. Avokat, ja ku e ke dhe kryeministrin Rama, i cili në një farë mënyre dha sinjalet që Ballukun nuk e dorëzoi, ripërmendi edhe një herë pezullimin, domethënë vendimin e SPAK-ut apo kërkesën e SPAK-ut për pezullimin e zonjës Balluku. Pra, e solla këtë për të thënë që a jemi tek ai skenar ku SPAK po shtyn përpara shmontimin e qeverisë Rama, siç pretendon opozita. Mua më bën çudi të madhe, ose është halli i madh që e ka zënë Edi Rama, që e mbron me kaq instikam zëvendës kryeministrin, sepse për mënyrën se si e shikoj unë këtë dosje, rruga që ka nisur SPAK-u
ndaj zonjës Balluku është finale, është e shkurtër dhe efektive. Është e vërtet që ata kanë shkuar me 16.000 faqe dhe normalisht nuk do duhet shkonin kështu, për logjikën time juridike, mund të shkonin vetëm me 16, jo me 16.000. Me 16 gjithse, se s'kan arsye fare që t'i japin xhevap juridik 10 personazheve politik që ndoshta nuk kanë aberin fare të asaj që ndodh në SPAK dhe në gjykatë. Se jo domosdoshmërisht ata që janë politikanë do duhet të kuptojnë strukturën juridike të gjës. Pra, SPAK-u për mendimin tim ndoshta këtu ka gabuar. Duhet shkonte thashë edhe me 16 faqe. Thoshte ne kemi të dhëna 1, 2, 3, 4 në raport me shkeljen penale, me vepra penale që ka bërë kjo zonja, jo më kote kemi marrë të pandehur, jo më personën e tim dhe kërkojmë heqjen e imunitetit me qëllim që të kërkojmë arrest në shtëpi ose arrest me burg sipas rastit për zonjën Balluku. Këtë kaq duhet kishte bërë. Nuk kishte nevojë që t'i jepte mundësi të gjithologut nga Surreli që të na tregojë neve shqiptarëve se çfarë janë 16.000 faqe. Se ky kur ishte puna për Koçokogdhimën, nuk e bëri këtë gjë. Kur ishte puna për Sali Berishën, nuk e bëri këtë gjë. Kur ishte puna për atë dreq Sajmir Tahiri, nuk e bëri këtë gjë. Edhe për shumë të njerëz të tjerë të cilët u është hequr imuniteti. Nuk e bëri këto ai. Pyetja ime është, pse e bën kur i vjen puna për zonjën Balluku? Ku është problemi? Problemi që ndodh në një fakt të vetëm, se zonja Balluku për mendimin tim nuk ka bërë as edhe një gjë në kokën e vet, pa pyetur këtë zotrin. Dhe kjo del nga përgjimet. Nuk është se e them unë, e thot dosja e SPAK-ut. Në të gjitha rastet, në të gjitha komunikimet që ajo ka me zotin Elvis Berberi, thot më nxiu jetën ky i gjati, më nxiu bile metaforikisht në zhargonin më të keq të mundshëm, palloshje apo historira të këtij tipi. Pra, do të thotë që zonja Balluku nuk i ka bërë, të paktën për llogaran, nuk i ka bërë kokën e vet ato që ka bërë. E dyta, ti mendon domethënë që ky do fshihet pas narrativës që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve, ky më hëngri dardhën, ky më hëngri fikun, ky më hëngri mollu, ky më hëngri rushin. Po këtu jemi pastaj domethënë që të kapim kokën me dorë, ne që pas kemi kryeministrin më idiot dhe më të paaft që mund të ekzistojë. Këtia të gjithja hakan dardhat dhe mollët dhe ky s'merr ka vesh. Dakor. Ne dalim pastaj tek ajo historia e Nastradini që thoshte, më fal për shprehjen, në thesin me qeshi i bër e urinoi dhe pastaj mrapa kur i erdhi uria tha prita se këtë tha ndoshta se ka kapur tha. Po prit në këtë nuk e ka kapur. Këtu jemi. Një minutë. Pra, këtë Belindë nuk e pas ka kapur urina. Ky është gjykim. Si gjykim? Jo. Ideja është të shkojmë tek fakti që Rama nuk do ta jap, pse thej që është finale kjo që po ndodh me Ballukun. E ka në dorë parlamenti. Sepse për mendimin tim unë ta kam thënë herë tjetër. SPAK-u në raport me zonjën Balluku ka bërë dhe paksa politik. Sepse i ka dhënë asaj mundësinë, domethënë që ajo të jepte dorëheqjen, sepse nuk ka shkuar direkt me kërkesën për heqjen e imunitetit. Ja ka dhënë mundësinë. Për mendimin tim ka gabuar. SPAK-u është një institucion juridik i drejtësisë, nuk është politik. Që t'i japin mundësi dikujt, sepse si ai mundësinë atij qytetarit thjesht ky SPAK-u, ose ajo prokuroria e përgjithshme. Se nuk e jep aty tjerëve, po i plas mrena, kanë bërë apo s'kan bërë faj? Dakor më. Avokat, te skenari që Rama nuk jep imunitetin, çfarë do bëj SPAK-u? SPAK-u do kërkoj vazhdimisht që të kërkoj arrestimin e zonjës Balluku. SPAK-u do ngrej akuzën ndaj zonjës Balluku, nëse sot ka 7 akuza sipas SPAK-ut, nesër mund t'i bëj 17. Nëse do vinte tek skenari i zotit Erion Veliaj, 3 akuza kishte fillim Erion Veliaj, 13 i dolën kur shkojnë në gjykatë. Do vinte kjo histori. Pra, SPAK-u do të vazhdojë të nxjerrë dhe prit se ti, domethënë kjo nuk ka fund, prandaj unë se kuptoj kryeministin në rastin konkret. Ti mendon imunitetin kush e ka? Le ta mbajmë. Po ti mendon që në momentin kur parlamenti në urdhën e kryeministrit nuk do japin imunitetin për zonjën Balluku, ata që janë për te deti që mbështetin SPAK-un do rrinë kështu thjesht do bëjnë se hir? Kaq mendon ti? Se po flasim për ndërhyrjen amerikane, apo jo? Apo flasim për ndërhyrjen këtu amerikanët po thua? Do kërkojnë? Absolutisht. Por Rama nuk e jep, sepse i po jep sinjale që nuk e jap imunitetin e Ballukut. Ti mendon domethënë që do arrijë deri në këtë pikë, se ai do t'i dalin përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë çështje, nëse do ketë një dosje penale të rëndësishme ndaj zonjës Balluku? Do pranoj që të shkojnë në atë pikën tjetër që the ti që Balluku
më pas të thotë që këto janë urdhrat e Ramës? S'ke çfarë të bësh tjetër. Ose do ikim Balluku bashkë me Ramën paket, ose ky do të detyrohet të lëshoj Ballukun që të qëndroj vetë kryeministër. Pse mund të qëndrojë nëse lëshon Ballukun? Marsit, si e shikon këtë vendim, domethënë sepse deri para kësaj deklarate Rama ishte shprehur vetëm për 22 dhjetorin kur është dhe data ku do merret vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani më Rama e ka bërë të qartë që nuk do ta lëshojë imunitetin e Ballukut. Çfarë do të ndodhë? Rama del që nuk ka qenë sinqert dhe në rastet e mëparshme, me atë qëndrimin e liberalit edhe me qëndrimin e personit që e le drejtësinë bëj punën e vet dhe që nuk i intereson se cili cënohet, mjafton që çdo njeri që ka bërë përgjegjësi të shkojë në burg. Del që ata që i kanë lëshuar kanë qenë një çik si marrëveshje win-win ose raporti dy anshëm. Pra, kanë qenë figura që e kanë bezdisur Rama dhe nuk ka dashur në enturazhin e oborrit. Po. Kjo është një nga arsyet pse ka bërë rolin indiferent dhe e dyta nuk ka pas gjëra kompromentuese. Jam dakord me logjikën e Leonardit që pothuajse në të gjitha veprimtaritë e saj, Belinda Balluku nuk mendoj që është njëri që ka vepruar në kokën e vet, por kjo nuk është se e bën të pafajshme. Jo, se tash është e Dakor, pafajshme. tash e je pafajshme, po them. Unë thash mbrojtja që ky zotëri apo i bën, është pikërisht për këtë hall. Unë mendoj që është edhe më shumë se aq. Unë mendoj që mbrojtja që ky zotëri apo i bën sepse nëse ky lëshon dhe Belinda Ballukun dhe Mirlinda Karçanaj në Akshit, ore në moment që do shkojë rrethimit e vet Rama, kush do e mbrojë këtë ose kush do i dalë këtij alat në luftën kundër drejtësisë? Se është problemi që nëse ata që janë poshtë Edi Ramës, Partia Socialiste, për shembull Elisa Spiropali, Niko Peleshi, po marr kod disa emra, nuk ka rëndësi, mund të jetë gjithë enturazhi i Partisë Socialiste, nëse ata krijojnë bindje që Edi Rama është njëri që të lëshon, dhe në moment që ti bësh objekti i sistemit drejtësisë, ai nuk shprehet, mund ndodhe njëta gjë dhe kur ti Edi Rama, nesër subjekti i spakut, mund dali Partia Socialiste me deklaratë, vërtet është kryetari ynë, po ne lejmë drejtësinë bëj atë që do. Pra Edi Rama sot është dhe në nevojën imediate, përveç lidhjeve që e lidhin dhe afërsisë me zonjën Balluku, afërsi që buron që nga koha kur ka qenë kryetar bashkie, kanë një afrimitet më të largët në kohë. Po. Nuk është se janë bërë të afërt thjesht kur ajo ishte Edhe me drejtore. Milindën e njëjta gjë. Edhe me Milindën e njëjta gjë, shumë e drejtë, madje me Milindën ka edhe një njohje tjetër për shkak të lidhjeve familjare dhe të rekomandimeve familjare. Unë mendoj që sot gjithë situata po pasqyron llumin që ishte i fshehur poshtë, pra vjen një moment që precipiton gjëra dhe llumi që është i fshehur poshtë del lart. Është si puna e thejsit, kur mbarojnë patatet e mira, në fund përfundon te patatet e këqija, se s'ka më, nuk prodhon patate brenda thesht, duhet tokë. Dakor. E njëjta pyetje që bëra avokatit. Unë mendoj që sot nuk ka çfarë u tentua disa kohë me kërkesën që mor për masë siguri e pezullimi i zonjës Balluku që të derivojë debati tek ideja masës. Pra që spaku nuk ka drejt pezulloj një vendim politik brutale. Po sot kur ka fakte dhe prova tash duhet të merremi me pse ka një kungullësh që ndajnë 3 pjesë, pse 3 o 2, pse 16000 faqe, po jo kaq po aq. Nuk është akuz. Vendosim ne këtë punë thot. Ka ndonjë. Vendosim ne si parlament. A e ka takën e parlamentit ta bllokoj, domethënë. Po dakord se këtë skemin e kemi parë te filmat shqiptar, topi është i imi penalltin e gjyve. Po ka rregulla loje, nuk është rregulli kush e ka topin. Rregulla ka kush është mjafti, parimi i meritokracisë dhe kush është personi që penalizohet. Si do dali spak nga kjo situatë, del qeveria me ka 83 mandate, i ka përmendur shpesh. Ore spaku atë uron. Kemi 83 mandate. Ore spaku atë uron të ndodhi, por nuk besoj. Të ndodhin që këta të mos e lëshojnë më. Po ja sepse do kishin feedbackun, po ti ja ke ngrit stigmën, do kishin feedbackun më real, do thoshin ne kemi një dosje voluminoze. E kemi marrë të pandehur dhe ky zotëria nuk e lëshon. Kjo maxharaz nuk e lëshon një njeri të korruptuar. E kupton se po çfarë. Dhe kaq edhe ata që janë analistë publike, domethënë si do ndihesh ti nëse shikon që për dikë ka fakte dhe prova dhe i luan proceduralistat. Dëgjoj, Letiti Fajshëm un kam 83 vota. I kam parë analistët tonë në SPAK ka prokuror që janë të lidhur me Berishën që kërkojnë goditjen. Po drejta premçi me kë është? Po do ta presim me kë është? Me kë është, me që sera fjalë. Jo, unë po them me që dolëm te me që na përmendi situatën. Ore si do dalim nga situata? Ajca janë balona pa bishte të lëshuara pa penë ajër. Ato pretendime që ka opozita lidhje me arrestimin e Ramës që do marrë në Amerikë, ashtu janë edhe këto arsyetimet e Edi Ramës në lidhje me idenë që po kam thënë tako këtë, tako atë se kjo është puna e një kryeministri dhe një ministre. Edhe këto narrativa në mënyrë se si vendosin të mbrojë funksionarët e lartë. Dëgjoj, ka një gjë. Gjëja kryesore, parimi kryesor kur ti ushtron një detyrë administrative ose një funksion politik, është parimi i përgjegjësisë politike një, dhe e dytë është eficienca në ushtrimin e detyrës. Tani, ne këtu vëmë re që një nuk ka bërë me eficiencë ekonomike. Dhe po të rikthehemi më pas në kohë dikur digjej vendi për 700.000 euro,
që i ndante i ministër. Ore, sot kemi 7 miliard, mos. 1.2 miliard vetëm me rrugët, dëm ekonomik, sfera si që të flasë unë. Ore, mua më bën përshtypje dhe i gjë, si nuk e thot njëri që po më kësaj qeverie ka humbur legitimiteti, do të kishte dhënë dorë që kryeministri. Është gjë tjetër nëse vot besohet, prapë është gjë tjetër nëse shpall zgjedhjet para kohshme dhe përsëri fiton. E ka kërkuar opozita dorëheqjen, Një sekond, po mi më mirë, po si ka kush e kërkon, ka kërkuar opozita, se ka fajin opozita. Ore, ti beson që ka legitimitet kjo qeveri? Unë nuk e besoj që ka legitimitet qendror politik. Nuk ka. Nuk ka mëse në moment që ti 5 nga bashkëpunëtorët e tu më të afërt, i kena akuzë penale, nuk ke si të kesh besueshmëri, nuk ke si të kesh legitimitet. Nuk ka, domethënë nuk ka sens racional. Ore, po duam bëjmë kod spinime dhe retorik. Nga kjo situatë o Marsit. Si do dalim? Se Rama e konsideron SPAK-un tani më një institucion që ka dalë jashtë shinave. Unë jam edhe pa to masat e jashtëzakonshme, ja pa ta them, ja ta them si dalim. Unë ja pa jam dakord, prandaj janë nevojshme masat e jashtëzakonshme. Dhe bie i kriteri që thot Arberita, që jam ose këtu ndryhet në kompetencat ekzekutive. Le ndryhet pra kompetencat ekzekutive. Një situatë e jashtëzakonshme zgjidhet me zgjidhje të jashtëzakonshme. Nuk ka këtu se si pretendosh për parime kur s'kasin parim. Ai nuk jep dorëheqje, ndërkohë që i bie gjithë kabineti në burg. Pse duhet ta respektojmë ne parimin ndaj këtij kur ky është kel? Jo më vëlla, je keq do hiqesh. Kur njëri ka nevojë imediate për të futur në operacion ose për trajtim, të pyet mjeku ty, vëlla, do të bëj elektroshok apo do të vdesësh? Bën protokollin. Ka protokolle dhe për situata emergjente. Çfarë do bëjmë nëse nesër pas ditës i dalin dhe 4 ministra dhe sa jam dorëheqje. Do themi ne jo, kështu është parimi. Ka drejta procedurale. Çfarë do bëjmë? Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, bllokohet situata. Mund t'i dali edhe fjala këtij mikut të Richard Grenellit, që mbase kjo ekipi DS pas ka ardhur për të arrestuar Brinda Ballukun, po të bëj një pyetje retorike këtu. Çfarë them? Po ju mos bëj pyetje mua, se unë tani po përfaqësoj një qendrim po bës mirë të marr fjalën. Po bën skenarin e filmit. Po. Tani. Më bëj pyetje se kam problem. Pyetje retorike, thashë pyetje ty mos, s'do bëj pyetje ti. Pyetje. Çfarë do ndodhi në qoftë se, çfarë do ndodhi kur ka prova bindëse për një zyrtar publik? Po bindëse në kuptimin e mi fill fjalës së diçka e dukshme për krim, për vepër penale dhe Edi Rama thotë s'dua. Nuk janë prova, thotë siç doli Berisha që tha këto janë prova që ditë çdo ditë te balkoni dhe thoshte këto nuk janë prova. Fillonte argumentet. Se Berisha ka hequr ylli pangën domethënë për një gjë që boi shpinën e tij private për 4 minuta. Rama do dalë si Berisha dhe çdo ditë do demantojë provat që ka paraqitur SPAK-u si ai tha dhe për atë Gecin tha ky zotria doli në televizion publik dhe tha në qoftë se Sajmir Tahiri ka bërë ato tha do të thotë që i ka bërë paskrave tha ose besoj kur. A ndodhi që Sajmir Tahiri pas ka bërë gjithë drogën e vendit këtu? A ndodhi me vendin gjykatës? Mirë, dakord. Si dakord? A ndodhi që Fatmir Xhafa nuk bënte në shkrimin e marrëveshjeve dhe ekstradimin e të vllajt madje ndryte deri në kodin penal. Vetëm për një nen. Ore, shkojmë edhe këtu më, unë po them si do ta zgjidhim, pse diskutojmë edhe këtë. Si do ta zgjidhim? Rama vendos ta bllokojë këtë gjë dhe ata ta bllokojë imunitetin dhe kaubojsa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këta kaubojsa për cilën ne po folën në pjesën e parë të emisionit, do vinë dhe nuk po them që do ta marrim me helikopter si Maduron, sepse nuk është ky. Do japin ultimatum, votoje, kaq. Edhe kaq. Ti mendon domethënë që sa kohë SBA nuk kanë interes ajo që theti. Pse mos e pranojnë? Ore, nuk thashë se kanë interes, ti mos më ngatro, të thash gjë. Nuk është interesi, nuk është interesi thash imediat, urgjent i Amerikës. Në raport me atë çfarë ndodhi në Venezuelë me Shqipërinë. Në Venezuelë u mor presidentin Trump direkt me atë punë. Në Shqipëri merret roja i State Department se si të rregullohet Shqipëria. Se ne jemi vendi i thua që do vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do e kërkojnë Ramës këtë. Kanë ardhmë, sepse ti ke gjithkohës këtu në SPAK DEA-n amerikane që rri gjatë gjithë kohës dhe ta dha të qartë të barnin të zezë se këtë donin ata si drejtues të SPAK-ut. Pse nuk doli Adnan Xholi që donte Gonzato, po doli Klodian Bravo që donte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte përgjigja që i dhanë atë ditë ambasada amerikane në deklaratën e Ramës, këto publikoi ambasada amerikane. Jo. Ore, unë duhet të kuptoj, unë jam një qytetar i thjeshtë që ndjek politikën, si do zgjidhet. Rama nuk jep blokon imunitetin e filmit tënd pas pak, por vetëm ka gjetur. Unë uroj shumë që Rama mos e japin të drejtën e imunitetit. Po nuk do japim se e tha. Uroj më thash edhe një herë tjetër. Uroj që mos e japin. Këtë po them. Po çfarë do ndodhë? Juridikisht, domethënë, unë duhet të kuptoj cilët janë skenarët e mundshëm që
që mund, nuk po flas për skenar hipotetik. Po flas juridikisht, nëse Rama e bllokon, çfarë do bëj Spaku? Kodi jon penal është shumë i thjeshtë. Kodi jon penal dhe kodi i procedurës thotë. Çdo vepër penale thotë, që e ka të dënimin mbi 5 vjet, pra vepër penale që e ka dënimin, është e domosdoshme marrja e masës së sigurisë arrest me burg. Po do vishte unë parlament për ta marrë këtë. Ai do shkoj në gjykat, do shkoj dhe do thotë, sot thotë Belinda Balluku nuk është më e pandehur vetëm për shkeljet të barazisë në Teta, po ja fut kotën tani për grup të strukturuar kriminal që e ka bazën e dënimit 12 vjet. Dhe do shkoj në gjykat dhe gjykatësi do i thotë, po ke drejt, kërkoj arrest me burg, merri letra dhe çoj parlamentit. Ti mendon që me një vepër penale e tillë Edi Rama do ketë domethënë mundësi që thotë jo s'prap sta jap? Unë mendoj që po. Bravo. Arbor. Tani diskutimi është që do vinë amerikanët të thonë ja, urdhë skenari thashë një tjetër. Jo më the ti. Spielbergu është parezi. Jo. Po puna e lista e Schindler. Jo, ai po i shkon asaj. Po mos u merr me mua, më merr me teorinë tënde. Me teorinë. Unë merr me teorinë, jo me ty. Unë merr me ide, nuk merr me njerëz. Okej, bravo. Jo, çfarë do bëj? Pra jo po prit pak, se u tha që vinë amerikanët dhe i thonë atij largoje këtë ose do ikësh ti. Ja, kjo ishte pra skenari i tij. Shumë e thjeshtë. Se si ishte kështu ajo që thash. Po le më tregoj talentin e imagjinatës. Talentin e daket. Tani ti dhe Lisa nuk jeni të dytë. Në momentin se si ndërsa unë për ty nuk e gjej dot një të dytë në PD vlla. Ti je i vetëm. Prandaj je i vetëm. S'mund të gjesh të dytë. Prandaj je i vetëm. Nuk mund të gjesh të dytë. Arbor. Prandaj me mua se je i vetëm. Po jam unik në llojin timun. Prandaj them. Arbor. Por ka një gjë, vinë amerikanët dhe i thon Ramos që dorëzo Belindën, përndryshe do ikësh ti apo. Ja, urdha. Vazhdo akoma. Jo. Respekto ligjin. Respekto ligjin. Po më respekto ligjin dhe procedurën. Se si ndodh. Që në këtë moment është bërë negociata. Rama fiton, do e bën një qet mandatin e 4, u zgjidh. Lëshon Belindën e bëhet rikryeministri i qetë për mandatin e 4. Ka që thjesht është. Kështu tha këtu. Sa filmi. Lësho këtë ose do ikësh vet. Ose do ta arrestoj. Se Dirama çfarë do të bëj Ballukun? Po nuk e Dirama çfarë do për Ballukun. Bën marrëveshje. Pyetje. Bën marrëveshje me Dirama apo jo çfarë do për Ballukun? Po tash ja ka negociat. Negociata është Rama çon Ballukun. Ti e mendon që Rama pasaj nuk është i cënueshëm ose i prekshëm? Unë besoj që politikisht Balluku i bën Ramës një punë të jashtëzakonshme që nuk ja bën dot dikush tjetër. Çfarë thua mor, prandaj e mban aty, Prandaj e mban aty. Ta them unë edhe këtë pjesë. Tani, diskutimi dhe debati. Shumë i afërt që ti dish këto gjëra. Debati, po jo më unë lexoj. Po ti je i afërt. Jo, për të lexuar din që lexoj. Jo, unë atë që lexoj. Unë më afërt jam me ju se jam me pushtetarët. Po, di more, nuk e kam atë aspekt. Po mos e thoj me garanci, prandaj ta thash se si afërt. Me atë që lexoj me stresh, mirë. Tash asnjë subjektive atë. Asnjë nga ne nuk është në tryezën ku ndahen. Po subjektive. Jemi në tryezën e Redit. Po. Fatmirësisht jemi jashtë kontrollit, se ato janë tryeza në kontroll. Po. Tani, diskutimi ku është për të kthyer edhe një herë te thelbi. Rama në këtë pikë nuk ka ardhur se ka të bëjë me një përplasje me drejtsinë. Jo, Thelbi në këtë mes nuk është përplasje. E ka me sindikatën e punëtorëve. Ku është përplasje? Ka me Gzim Kalan. Po më le më burse. Apo se ka i titrin se harroi. Sa tham që opozita është egzaltuar nga Maduro, mbaroi atë. Sa tham opozita është egzaltuar nga Maduro, tani janë egzaltuar nga Spaku. Duro më zotri. Jo, ne egzaltojmë nga gjithë ta dëgjoj variantin. Ta dëgjoj variantin e filloni 2026 të eksituar në sensin intelektual. Realisht ju përgëzoj, po mbani pak vetë. Me ne Orbun. Bani pak vetëm. Po unë jam i qetë, nuk jam njeri si punoj. Po dhe ti eksito, unë do kontrolloj emocionin. Nuk jam njeri që nuk i kontrolloj emocionet. Ai shqetësohet. Po ta mbaroj. E bën nga shqetësohet kur ka masa. E bën nga masa pezullime. Ta dëgjojmë Arbrin. Shikoj herë ti do të ta ulesh aty. Jo, ne jemi kolegë, Janë duke bërë kastile se i trëmben argumentit tim. Se sa nuk ti pastaj. Pak nuk ka argument. Po më le, ja ta djem po po lejoj, s'ka problem. Po visim imagjinatën. E bëjmë me batuta, nuk është problem. Tani diskutimi është që unë nuk shikoj një përplasje mes Ramës dhe Spaku, sepse po të ishte një përplasje, do ishte shumë serioze kjo, dhe e dyta, në fund të ditës demokracia çfarë është? Është monopoli, është diktatura e shumicës ndaj pakicës. Gjithmonë në klapa diktatura. Pra mund të mblidhe